Selam aleikum, si do të gjykohen ata njerëz që bëjnë gjëna për shkak të magjisë, për shembull prishja e familjes. Aleikum selam rahmetullah. Me sa po kuptoj unë, qëllimi është që dikush është i smut me magji, edhe në atë gjendje pra të smundjes, të depresionit, të e gjinve, ai e bën ndonjë mëkat të caktuar. Për shembull bën shkaktar më nda, burri prej gruas, gruaja prej burrit e kështu me radhë. A ka gjëra personi i tillë apo jo? Na themi çdo mëkat i cili bëhet pa vetdije, inshallah taala nuk ka gjëna, por këtu duhet ta bëjnë sqarim, personi i cili është i smur me magji, duhet t'i merr sebepet e shërimit. T'i merr sebepet. A shërohet ajo, është në dorë të Allahut. Ai jo më thon, jo s'du më shku, me më lezu rukje hoxha, ose vetës mi lezu rukje, ose me nejt me abdes, ose mi fal vaktet, me lezu Kur'an, me ngu Kur'an, me bo dhikër. Jo, du të mi marrë sebepet dhe në maksimum. Pastaj çka është jashta mundësive tia, nuk ka përgjithësi.